Spari një ka bërë takime për shkak të edhe të kushteve, kam qenë izoluar dhe po takoj njerëz tani. mbështetur masivisht, po them se takimet u bën 3 muaj tani. Ndërkohë që tani si jetojmë në Kinë, në Shqipëri jetoj. Që unë tani kam edhe tani që jemi në emision, unë vi nga takimet ishan kombinat. Pra jam në takime në mbështetje të kandidatit të pavarur për të mbështetur nga opozita. Pra unë besoj që cili do opozitar i takon që të bëjë gjithçka që ka mundësi për të kufizuar pushtetin e Ramës dhe për të dhënë mesazh. Dhe rasti i Tiranës, pra është një rast ku të gjitha partitë këtë analizën që bëri me të drejtë Çogerti, të gjitha partitë janë bashkuar apo jo, pra gjithë opozita është e bashkuar në një kandidat, të japi mundësinë që jo vetëm Tirana, por edhe opozita, por edhe shoqëria të marrë frymarrje. Sot të gjitha pushtetet janë duar të njeriu. Sot pavarësisht se duket si, po themi si slogan, po regjimi nuk ka asnjë më shumë. Këto që thonë që jo po spaku, jo po drejtësia, jo po goditen disa që janë zyrtarë të lartë, për kuriozitet të publikut, vendet që kanë dëshkimet më të larta për korrupsion zyrtarëve të lartë janë Gaboni, Vietnami, Kina, të gjitha vendet që kanë regjim, por kjo nuk e bën shoqërinë një tjetë demokratike. Dhe akoma më keq pasaj fryma represive që ka hyrë në shoqëri, se unë mendoj që përdor si instrument politik Edi Rama, se përderisa kanë provu vet, nuk është se më duhet shumë të shoh të tjerët. Por kjo fryma, po ta shikonin në shoqëri që për çdo rast që ndodh arrestimi një vit ose 2 vite para në publik, pasi e bën spaku. Ç'është kjo, domethënë, kjo është e pa imagjinueshme në çdo vend. Pra, një strukturë e posaçme. Po patjetër, këtë po them. Jo, pajtohem. Një strukturë që duhet të ndjek provat dhe duhet përballë në gjykat me prova, përball njerëzit me thashë theme për një ca vite në publik, ndodh arrestimi në publik. Vetëm se ka gjë. Gjithë dynjaja informacionet përpara gjithëve i ka opozita. Në dynja. Edhe kjo duhet parë. Pra, po kjo është mirë, por i ka pas më në raste të tjera, por shikoj në raste të tjera kur kanë qenë zyrtar të opozitës, drejtuesit të opozitës. Fakti ka pas partia kundërshtar apo media afër partisë. Nëse vetëm doktorin ke. Kështu që në këtë kuptim unë merrem, po pse edhe media. Po si mund të jetë kjo tani? Spektakël. Po tani këtu duhet të flasim për rregulla që duhet të ketë e para rregulla demokracie, e dyta rregulla strikte të një procesi të rregullt ligjor. Pra është parim, pra kush ka studiuar drejtësinë e di që kush është një pedagog që të jep penale apo procedurën penale, shparim, më mirë 100 të fajshëm jashtë se një pa fajshëm brenda. Pra duhet të kesh parimin bazë që është në kaq mira vite, sidomos me të drejtën romake mbrapa për të pasur një proces minimalisht të rregullt ligjor. Pra këtu ka vullneti një individi i cili është i paprekshëm, që është Edi Rama dhe vijnë gjithë këto të tjerat. Tani prej kësaj, sepse duhet të jem korrekt, po themi edhe me ju dhe me publikun dhe me ata që na ndjekin. Këtu ka një problem tjetër që ka edhe analizat që mund të jenë të drejta dhe që të bëjnë sens logjik, edhe për zotin Berisha. Tani këtu është zoti Berisha sot është në një proces. Apo jo. I cili për të apo edhe për mbështetësit që votuan është një proces politik. Pra këtu kemi një përplasje, po themi tani institucionesh që duhet ishin të pavarura dhe duhet ishin ndryshe, dhe është bërë lëmsh politika. Pra kjo reforma në drejtësi që duhet sillte, po themi, drejtësi, pandëshkueshmëri, procese gjyqësore me standarde, ka prodhuar edhe ngërçe që vijnë në politikë dhe në gjithë shoqërinë. Dhe këtu tani vit përgjigje me drejt për drejt. Dakord, ka shumë njerëz që thonë që po pse është Berisha tjetë ky, pse nuk jam unë, pse nuk është ai tjetri. Sali Berisha ka i numër votash caktuar apo politika. Kemi ç'i bëjmë jo, unë po them që analiza ka dy pyetja më saktë do ishte a mos ke nuhatur që doktori do bëjë një hap mbrapa dhe ti po ecën 2 hapa para? Kanë po themi vetë politikani në një moment caktuar një qëndrim, apo nga ana tjetër kushdo që pretendon që
po themi të zej cilin do vend politik duhet t'ja dalë. Mirë, Ervin, më fal, tani. Kështu që nëse nuk ja ti je aty brenda. Nuk ka përkthjelje se unë kur them publik edhe e them edhe këtu te ju që ore ne nuk duhet Jo ti mo jo. Ne si opozit nuk duhet vetëm të qahemi raport me qeverinë. Ore, më fal, e para që të bëjmë gjithçka që është mundur. Ju jeni aty brenda në kryesi. Fal, ju jeni aty brenda në kryesi. Një gjë se e mbylla. Tha një gjë që apo bëhet presion, pra. Pozitiv është. Fjala është instrument i rëndësishëm, po pozitiv. Pra fakti që unë edhe këtu te ju, edhe ku ka mundësi, mendoj dhe them që duhet reformat timri për të rritje, pra ka një lloj pritshmërie besoj në publik apo jo. Tek të gjithë që duhet të ketë, duhet të ketë. Por unë presion pozitiv është apo jo. M'fal, po unë pres, dakord, po unë pres, m'fal, unë pres propozime konkrete, jo. Propozime unë pres propozime konkrete dhe qëndrime konkrete nga ana juaj. Për shembull, unë nuk e kuptoj, realisht nuk e kuptoj, se si mund t'i thuash regjim kësaj që është Edi Rama dhe të bashkëqeverisësh me Edi Rama. Tani me bashkëqeverisje nuk nënkuptoj që Flamuri të bëhet ministër, por rregullat e lojës për kodin elektoral bashk. Amnistinë penale për të nxjerrë ata që fus paku brenda bashk. Komisionet territoriale dhe elektorale bashk. Pra në çdo gjë, sulmi ndaj spakut bashk, me ndryshime të vogla, dikush hapur, dikush në mënyra tjera. Dhe unë them, ore prit, se këtu njerëzit nuk janë budallëj. Unë nuk kam parë në një biznesmen afër doktorit që vuan për leje ndërtimi, as për punë publike. Po punojnë gjithë. Pra lobi ekonomik funksionon. Lobi politik në kuptimin e rregullave të lojës dhe qëndrimit të mbajtjes status quo-s është perfekt. A mos është kjo dhe këtë mund të mendojnë njerëzit, qytetarët që na ndjekin, ndoshta unë ja fus kot dhe ata thonë ç'thot ky. Po mos vjen një moment që njerëzit thonë, "Di çfarë po? Ore këta janë bashk. Këta parat i bëjnë bashk, spakut i bien bashk. Rregullat e lojës i bëjnë bashk, rregullat e lojës i shkelin bashk. Të vegjëlit i menjanojnë bashk. Fal, pse duhet dalë unë dhe të protestoj dhe ta shëmb atje?" Pra, kur më thua regjim, hajde më justifikoti mua një herë e para pse ose ti je fasade regjimit që shkon, betohesh në parlament dhe bësh pjesë e çdo makinerie që ngre regjimi dhe ti bashkë me të. Tani o je pjesë e regjimit, se kjo nuk ka kuptim. Dhe unë prandaj them, nëse në Partinë Demokratike do ketë zëra që do thonë, e di çfarë, Ervin Saliani, unë po të isha në kuvend, po të isha zgjedhur deputet, nuk do shkoja në atë kuvend, dhe unë propozoj këtë akt politik. Nga nesër, të gjithë, ose kur unë, e bëri gjingjoni diçka. Japim sa nga 1500 euro, sa dalim sa i mbajmë me buk, edhe dalim dhe protestojmë. Është patjetër propozimi një amatori politik, qartazi, se nuk ka eksperiencë, ndryshe nga Ervini që është që kalama aty ose tjerë, por duhen propozime konkrete. Po jo dile bërtit regjim, si Big Brother. Ai ka qenë propozim se e pash edhe dje që sqaroi që ne duhet t'japim një lloj nuk i keq kuptohet. Jo, në rregull është ai gjithsesi. Jo, nuk se mori konotacion tjetër, por e ka pasur në logjikën nuk e kisha në atë. Edhe bën sens patjetër. Kush në kontributet vullnetare në parti, kush ka më shumë mundësi t'japi. Duhet bëjmë një po themi organizim. Po ky raport i me regjimin. Dhe në këtë rast ai thotë, po shikoj tani nëse se kisha edhe unë pyetje ato, po meqense po ja u them që nuk ka një bashkëqeverisje, se bashkëqeverisja ka të bëjë me institucionet e ekzekutivit dhe me gjithë institucionet e tjera. Tani të biem mirë, të biem bën si naiv. Tani a doni të po themi përdorim vetëm logjikën. Nëse është kështu si thoni ju, që unë nuk e besoj dhe po ju them që jo, se unë kam bërë burg se denoncoj këta që vjedhin edhe bëjnë krime. Pra si mund t'jemi njësoj? Jo, plasja duhet të vi. Ti të bësh burg dhe këta të ulen bashkë sërishëre. Diskutimi që e rëndësht. Tani nëse është shu si thoni ju, që mund të ketë edhe përdorime të tjera për të shuar zero opozitar, kjo drejt bie të regjim akoma dhe më i keq. Pra kjo nuk e që narrativën time që këtu jemi në regjim. Jemi në regjim. Po ju jeni pjesë e regjimit, jo përballë ti. Partia Demokratike për shkak të vendosjes apo të keq vendosjes në votimin sepse u votua vetëm ky sistemi që është sistemi se s'di çfarë fjalë
që se më vjen vetëm fjalë të këqija të ndyra dhe nuk do ta përdor, por që është sistemi më i çekuilibruar, më i pagjendshëm, më i keq për shoqërinë. Ky sistemi me as lista të hapura as mbyllura. Edhe Damiani ishte habit kur ja kishte propozuar erdhi. Ishte një gabim i Partisë Demokratike për të cilën vetë, se kam qenë parlament në atë periudhë, kam votuar pro amendamentit të partive të vogla për të qenë listat 100% të hapura, se janë rekordet fatmirësisht. Dhe nuk ka pasur mundësi Partia Demokratike, sepse nuk i ka dhënë mundësi kundërshtari që të marrë koalicionet zgjedhore, që duhet të jenë të domosdoshme, pra nuk ka se si me ligj ti imponosh vullnetit partive politike që të garojnë të ndara, se nuk ka me demokraci. Është vendosur votimi atëherë për shkak të votës së diasporës, prandaj e ka votuar Partia Demokratike dhe nuk ka qenë, po themi, një nështrim ndaj Edi Ramës, por ka qenë një zgjedhje e detyruar. Ashtu siç amnistia ka qenë një, po them, u përdor. Te i kaloje fare amnistin të mund. Po jo mëse, arsyeja pse unë kam votuar. Se e di si u duk, jo, po ti s'ke... Jo, më ka një gjë, për amnistin. Amnistia u duk si kërkesë për negociat, pra nuk e votuan në fillim, negociuan kush del respektivisht nga burgu. Argumenti, ja po ta them, argumenti që ka qenë tek amnistia, ka qenë që disa njerëz që vuajnë, edhe që, po themi, se ky është edhe arsyeja pse ekziston amnistia, është një lloj, po themi, se mund të jetë është një lloj mëshire që jep tani e vërteta Ervin, të lutem se ka pas një nen që unë kam qenë proces gjyqësor, që më përjashtonte me thuajse me emër mua për këtë gjë. Me gjëra tani ka qenë se më duhet ta them, a e di pse e kanë votuar? Po themi e di pse e kanë votuar? Me porosi. Sepse njerëzit e Partisë Demokratike kanë ushtruar një presion të jashtëzakonshëm ndaj Ervinit, nuk e di, po këtë po ta them kështu, e ke lajm. Njerëz në burg, të cilët përfitonin nga kjo amnisti, familjarët e tyre jashtë, kanë ushtruar një presion të jashtëzakonshëm tek deputetët e Partisë Demokratike, që ore çfarë po bën? Pse nuk e voton? Sepse e kam djalin dhe ishin brenda strukturave, ëh? Pra të Partisë Demokratike. Jo pra jo, po me regjimin. Pra disa njerëz të cilët kishin kryer një pjesë të patjetër, po them gjë.